Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur ditën ton maraton të komentimeve. Në fakt, sot do të flasim për gjithçka. Sot do të flasim për dashuri, për marrëdhënie, për show, për projekte dhe për gjithçka të bukur që në fakt po vjen nga artistët shqiptar. Nata e mbrëmshme ishte një nga netët më dinamike, një nga netët më të pritura në fakt. Mateo Bori publikoi projektin e tij të parë, një projekt që u prit shumë bukur nga publiku, u komentua shumë, kishte publik që i dhanë komplimente, por kishte edhe nga ato të cilët nuk është se pritën edhe aq bukur projektin që Mateo Bori bëri. Tani, shumica e quajtën këtë projekt si një mekanizëm për marketing, shumica e quajtë një dëshirë të Mateos për të nxjerrur një këngë, domethënë kishte komentime të ndryshme rreth këtij projekti, rreth kësaj kënge, rreth kësaj historie. Por më së shumti u komentua përse Brikena nuk ishte në skenë gjatë kohës kur Mateo do të këndonte këngën. A është vërtet Brikena e rënduar emocionalisht, apo kjo është një formë marketingu i programit Top Arena për të rritur shikueshmërinë e tij. Tani, ne e dim shumë bukur që media është në gjendje që të bëjë gjithçka për të rritur audiencën, për të rritur fansat, për të rritur shikuesit të cilët e shikojnë, e duan dhe e mbështesin një format si që është Top Arena në krye me Mateon edhe me Brikenën. Domethënë kjo është njëherë fillimisht pjesa e parë. Tani pjesa e dytë. Pse Brikena do të përdorte veten e saj për klikime? Unë mendoj që Brikena, para se të hedhim këtë hipotezën që është larguar për marketing, mendoj që është e rënduar dhe e lodhur shumë emocionalisht, dhe gjatë gjithë kohës, Brikena nuk është se kishte ndonjë rol të veçantë, domethënë në Top Arena, ishte vetëm skenike, domethënë kishte qëndrim skenik, ndërsa rolin më kryesor në Top Arena si moderatore kryesore me Ed Manushin e ka Francesca. Mateo kishte këtë energjinë pozitive, ka këtë energjinë të mrekullueshme që e bën audiencën për vete, që e bën publikun për vete me lëvizjet e tij, domethënë ka qasje në për biseda, debate me panelin, kështu që Brikena nuk është se kishte ndonjë rol të rëndësishëm përpos intervistës së saj, dhe më duket më e arsyeshme dhe më e bukur që Brikena përkohësisht të jetë vetëm pjesë e intervistës. Tani, unë mendoj që kur e merr një rrugtim, dhe sidomos kur e nënshkruan një kontratë, siç janë emisionet në Top Channel, ti aty i ke marrë parasysh edhe komentet negative, edhe komentet pozitive, edhe rëndesat emocionale, edhe rëndesat shpirtërore. Dhe ti nuk mundesh ta ndryshosh atë kontratën si të ndjehesh ti. Domethënë nuk është një media kaq e ëmbël që të t'i jep të gjitha lukset ti, që domethënë sot të vish në punë gjatë gjithë episodit, ndërsa nesër të vish me gjysmë epizod, pas nesër të vish vetëm me rubrikë. Tani, unë këtu në këtë mes e dyshoj që Brikena ka kërkuar vetë që të largohet nga skena gjatë kohës kur Mateo do ta këndonte këngën, sepse ndoshta nuk dëshiron më që ta shet historinë e saj të dashurisë, emocionet e saj për klikime për Top Arenën. Se po të ishte Brikena në studio, Mateo do ta përdorte si valin, domethënë Brikena duhej të jetë valina e këngës, do uleshte në një cep, kamera do të fokusoheshte tek Brikena, do të fokusoheshte tek Mateo, dhe ja tani si do të bëheshte kjo drama e madhe, domethënë. Por gjithsesi, kjo dramë
përsëri ka filluar, do të thënë ka vazhduar që të bëhet. Brikena është në qendër të vëmendjes dhe të gjithë janë duke pyetur se çfarë po ndodh me fatin e saj. Unë nuk mendoj që Mateo dhe Brikena kanë krisje apo kanë marrëdhënie të prishur mes njëri tjetrit. Unë mendoj që Mateo dhe Brikena kanë përzgjedhur këtë rrugë duke e bashkë biseduar që edhe Brikena, do me thënë, të mos të bie më pre e produksionit me të gjitha këto lojra që po i bën. Sepse unë mendoj që kënga e cila ka ardhur nga ana e Mateos, sa do që ka qenë dëshira e Mateos, ka qenë më së shumti edhe dëshira e produksionit, ndoshta për të bërë diçka të bukur që të ketë shikueshmëri, që të ketë klikime, apo thjesht do me thënë të reklamojnë punën e tyre. Unë të paktën kështu e shoh një produksion të mirë organizuar për këtë format, do me thënë i shoh goxha të fuqishëm në këtë format dhe mendoj që në këtë formë do të tërheqin shumë e më shumë audiencën të cilët i ndjekin edhe i duan pafund. Do me thënë, nuk besoj që ka një krisje mes Mateos edhe Brikenës, pash një lloj emocioni të rënduar në sytë e Brikenës, do me thënë që është e lodhur më nga përditshmëria, është e lodhur nga udhëtimet e përditshme, nga lodhja që të krijon Top Arena. E shoh që nuk e përballon dot, ndoshta nuk e gjen dot veten në një ambient siç është Top Arena që flitet për futbollin ndërsa Brikena vije krejtësisht nga një rrugë tjetër, por gjithsesi edhe pjesë e rubrikës nuk është gjë e keqe. Kënga e Mateos mu duk deri diku dedikim, po nuk mund ta them që është dedikim për Brikenën, por unë mendoj që e gjitha kjo gjëja që po ndodhen është një formë mekanizëm marketingu që në shumicën e rasteve nëpër media bëhen, sidomos nga personazhet të cilët janë shumë publik, siç është Mateo dhe Brikena. Unë kisha pritur që Brikena do të ishte në skenë, por në momentin që ne komentojmë, domethënë, atëherë produksioni e ndryshon krejtësisht skenarin që të dalin drama të reja. Tani Brikena tha që do të jem vetëm në rubrikën time, ndërsa Ed Manushi thot përkohësisht, që në kupton që Brikena do të kthehet plotësisht në Top Arena. Dhe e tëra kjo, do me thënë, sado që janë emocionet e Brikenës, ndjesitë e Brikenës, emocionet e Mateos, unë shoh nga ana e produksionit, në këtë rast do me thënë nga Edi, shoh një lloj lufte për ta menaxhuar të gjithën këtë gjë, do me thënë si një formë marketingu për ato, do me thënë shoh një formë marketingu goxha të fuqishme. Unë shpresoj që Brikena të jetë mirë, të jetë në gjendjen më të bukur të saj shpirtërore, të jetë e kënaqur, të jetë e lumtur dhe shpresoj që të argëtohet pafund dhe të gjejë atë qetësinë të cilën Brikena po e kërkon, domethënë me ditë të tëra që ta gjej, sepse nuk është e lehtë që të gjesh qetësinë dhe të marrësh atë qetësinë në këtë dinamik që në fakt po ndodhen në Top Arena. Unë nuk shoh një ndarje, po shoh një mekanizëm marketingu me patjetër.